Gazetari Poli Hoxha thot se kërcënimi i kryeministrit Edi Rama ndaj Spakut disa ditë pas arrestimit kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj tregon nivelin më të lartë të presionit dhe shqetësimit të këtij të fundit. Sipas tij, gjithë ky presion lidhet me dosjen e inceneratorëve, e cila po shkon drejt fundit dhe Spaku është në kërkim të pjesës kryesore të inceneratorëve, që është koka pra Këshilli i Ministrave. Në emisionin Now, Hoxha tha se kryeministri është mjaft i shqetësuar. Të mos harrojmë edhe një deklaratë që është presioni më i madh nga Rama kur tha mos guxojnë të vinë të më marrin mua telefonin. Ne që jemi gazetarë dim që ky është një shqetësim shumë i madh dhe ky presion është real. Në dijenin time, jemi drejt përfundimit të pjesës më kryesore të inceneratorëve, që është idejimi, këshillimi i ministrave, sekretari i përgjithshëm dhe është drejt fundit dhe është edhe fakt që institucioni i kryeministrisë nuk i përgjigjet Spakut, ka shkuar dhe ka kërkuar të gjithë procedurën e mbledhjeve. A ka thënë Arben Ahmetaj që dy veta ishim kundër? Ka pasur raste që janë përzënë agjentët e Spakut dhe këtu ka pasur një përplasje dhe presione. Kur shikon një iceberg nuk është ajo lart. Kur del presioni në media nga politikan, nga vetë kryeministri, kjo tregon se pjesa poshtë patjetër që ekziston, mos hajdet e celulari im, edhe pse ata e kanë celularin e tij. Do me thënë komunikimet me të tretët nuk ka nevojë të kenë aparatin celular fizik, thot ndër të tjera gazetari Hoxha.